Zonja Zotrimi Mbrëma, ora e sakt, ora e procesit, është verë dhe uq. Mbas një ditë të ngarkuar me politik, ja ku vjen momenti i dur, a i procesit dhe Alessia Bami. Mirëmbrëma Manush dhe mirëmbrëma gjithëve. Në fakt, vetëm një javë në nda nga verdiktet përfundimtare të kategorisë superiore. Aty do të kuptojmë se kush shkon në Final Four dhe kush ullet në kategorinë më poshtë. Do të kemi shumë për diskutuar edhe sonte. Gzim Sinemati, mirëmbrëma. O Gzim, të duket i qikësi, sigur s'ka fjet Alessia, di pse? Deri mëngjes ka qenë festa bigut. Jo, po gjumë kam për gjithë. Ka fjetë gjithë ditër, po prapë është govorë me gjohë. Gjithë ditër. Është ajo që mbyll festën Gzim dhe na ka nderuar si proces. Ajo gjithmonë mbyll festat. Ajo mbyll festat, dhe është bën aty mirë. për t'japur dhe për t'i mbyll festat. Ylli Aga, mirëmbrëma, mirë se vjen. Lorenci Emini. Mirëmbrëma. Dhe po ta lë ty tani se ti e prezanton shumë. Ai është shumë, në fakt Andi Lila. Andi, mirë se vjen. Faleminderit, gjithmonë kënaqësi. Urime sepse 21 vjeçare të Andi Lilës sukses me Queen's Park Rangers në Itali. 11 vjeçare. 11 vjeçare, të fal. Çfarë kur ishte kjo partije? 2014-2015, dje. Bravo. Triumfi mori pjesë në një turnament duke parë fotografi në Milano në Itali dhe U11 triumf doli në finale me QPR-n, Queen's Park Rangers, dhe fitojmë rezultatin 4-1. Këto është një brez jashtëzakonshëm, jo vetëm U11, po dhe U9 është një brez jashtëzakonshëm, U14, U16, pra po vinë disa elemente. Një dorëdogitje dhe urime për Andi Lilën dhe ekipet shqiptare, ku korrin sukses në Europë. Bravo. Faleminderit. Unë e quaj dikur kampionati ndërmarrjeve, si quhet sot? Sunday League. Albi Hoxha, përfaqësuesi Luminese. Mirë se vjen Albi, trajneri i skuadrës. Ne na pëlqen kur ka futboll për tej superiores dhe ky është rasti i Sunday League-s, e cila realisht ka shumë konkurrencë brenda. Përshëndetje Manush, po është e vërtet, është bërë kampionat shumë i fortë dhe shumë profesionist në radhë parë. Edhe pse s'është në rangun e profesionistave, prap ka shumë konkurrencë mes njëri tjetrit, ekipet e futbollit. Shitesh më shumë në kohën, më mend para ca vitesh kur ishte edhe prestizhi e këto gjërat, se tani si kompeticion se na vin lajme, po jo si më përpara. Prandaj jemi sot që ta promovojmë çik. Mendon që apo është një perceptim? Po është një perceptim se tani vazhdon akoma më shumë. Me çka kam parë unë, të gjithë çka janë aty përfaqësues edhe nga federata, biles edhe nga Sunday Liga vetë, që është liga amatore. Aty ka më shumë pare, kam dëgjuar sepse pronarët janë bizneseve të rëndësishme, kështu që blejnë e lojtar, pagesat janë të mira. Po dhe tifoz mund të ketë më shumë nëse Sunday Superligës. Do të ketë ndërmarrje, na ime vetë janë 600 veta, kështu që më shumë se Superliga. Ka shumë tifoz, ka edhe pronarët dhe kanë pasion, pastaj kur hyn pasioni në... Okej, ne do diskutojmë për Sunday League, por edhe për një ngjarje të trisht që na ka ndodhur. Do flasim pak më vonë, se pikërisht aty kena pas një tragjedi, ke Sunday Liga, pastaj me Eminin do flasim. Por, kategoria e parë ka dhënë një verdikt të rëndësishëm. Vora shpallet kampion dhe Giulio Tabaku, kapiteni, vjen sot bashkë me kupën. Mirë se vjen, Giulio. Broma, mirë se vjen. Të pritëm si duhet me himnin e Vorës. Po, shumë bukur. Emocionuese. Po, patjetër. Ju keni qenë me tifoza, nuk keni qarë për tifoza në krahasim me të tjerët. Jo, kemi qenë shumë mirë. Por ne po them. Kemi qenë shumë mirë, jemi djerë gjithkohës plot në stadium. Ta themi gjë që urime nga gjitha drejtimet, me zirë ju presim të kemi këtu, por si do bëni që t'i mbani tifozat dhe vitin tjetër? Se ka një smundje kjo, sa vjen superiore, zbardhen shkallët. Ja, me mbajt Elbasani. Kam përshtypjen që kene të kundërta, se ne kishim kategoritë parë dhe duke qenë se shera parë në historinë e Vorës që futën Super League, besoj do jetë akoma dhe më shumë. Hajde, urime. Kush na mohon? Na mungon goca jon, Manush. Edhe ajo nga festa. Nga festa e Top Channel, nga After Party, Big Brother VIP, Sara Gjoka. Emër Manush, shqyqyr që kishim kohë gjithë ditën sot, të mblisëm të Xhelozi shumë dhe këty dhe ke Alessia, ju koordinojni që thoni sot me të verdha, se kam vërë njerë vini dyja me të zeza, njerë dyja, pse me të verdha sot?
Në histori xhelozie? Jo, po vjen festa, vera. Riqur? Po vjen vera. Kështu thon për xhelozi, po është hapur çiksi shumë koha, kështu që bollo veshëm me ngjyra të errta. Sa ka një gjë nga festa? Na thyne i lajm që i ka shpëtuar të gjithëve nga festa. Po tani besoj se kush ka qenë në festë i ka parë të gjithë, po këto njerëzit që janë kurioz të dinë çka ka për ndodhur. publikun, më Nga shumë këto sepse- pyetjet në për story që un kam hedhur me thënë të drejtën nga festa mbrëm, kam pyetur shumë për gjestin me Eglin, a ishin bashk apo rrinin bashk, a ikën, a erdhën bashk. Si Peti? Unë bashkë i pas me thënë të drejtën, më të dashuruar se kur mbrëm. Besoj syve tu, Mu bë mos u shumë merr qefi, mos u merr me thënë fjalë, drejtën, besoj dhe vetë. Pata pak mundësi që të fliste dhe diskutoja pak shkurt me Eglin. Ore dhe për lajer tim po pyesin shumë, po thonë që se qa ka ardhur me një shpami- vajzë për dorë kështu nga Një jashtë. vajzë shumë misterioze, se se me Por kë ore, kishin por parë. pyet e Prudihakën aza, po mos u merrni me të gjithë. Ore me që jemi te kjo pjesa Ah. e Big Brother, pyes pak dhe Andi Lilën, Andi, thonë që Gjesti do të këndoj për parandeshjes me Serbin. A do t'ishe pro, sepse po zihen gjithë rrjeti? Nuk pata mundësi dje, sepse udhëtoja nga Milano për Shqipëri, ta shikoja finalen, po unë që mbas ikjes së tirit, se pash më Big Brother, sepse ishi çu nga Kavaja edhe unë ndoj. Ti e ke, po di që Unë jam pak edhe folklorik. Ti në dunden e fakt, ala me Por nëse këndon mirë le të këndoj, s'ka asnjë problem. Do më pëlqente shumë kënga këto këngët patriotike para ndesh me Serbinë, që ta elektrizonin edhe tifozërinë edhe njerëzit që dojen mbështetjen. Super do ishte. Gzim, edhe ti ka ardhur me dhuratë sot? Unë nga marrë me dhurat nga Saranda Manush, Po, për procesin. prap me Big Brother nga lidhja. Se? Se Mandi i Dinamos ka qenë dhe Big Brother personazh, të kujtohet? Mandi Big Brotherit të të hershëm. Po. Edhe thot një bluzë dedikuar Manushit me një ofertë speciale. Sa herë të vinë Sarandë, detin do e ketë falas. Faleminderit Mandi. E shoh bluzën. Tani është ko verdikte, si hedhim i sy kalendarit Glend, shofim se ka drejt Alesja, ndahet shapi nga sheqeri këtë javë. Ta shofim ç'a ndodh. Jedhim një sy bashk. Kemi Bylis Partizani 1-0, Gnatja Skënderbeu 0-0, Tirana Teuta 0-1, Laçi Dinamo 1-0 dhe Elbasani Vllaznia 1-1. Shohim dhe renditjen. Kemi në vend parë Gnatja me 59 pikë, Vllaznia 56, Dinamo 55, Elbasani 50, Partizani 50, Teuta 41, Bylis 39, Skënderbeu 38, Tirana 36 dhe Laçi 36. Jemi një javë në fund të parafundit të kampionatit. Ylli Aga, diskutojmë pak bashkë. Kemi Partizanin që lë vendin e 4, kemi Tiranën që po lufton, por gjithsesi do ta ketë pak të vështirë për parandeshjes me Dinamon. Çfarë po ndodh me